A është mirë të durosh me buzëqeshje dhe mos ta shfaqësh mërzitjen tek të tjerët, apo ta shfaqësh mërzitjen dhe të durosh me lot? Kur njeriu sprovohet, nuk është kusht që patjetër të qeshi, kur i ndodh i fatkeqësi apo i problem. Njeriu edhe përjeton, nuk ka asgjë të keqe, edhe mund të qaj nga malli, nga përjetimi etj. Dhe kjo nuk ka asgjë. Dhe nëse momentin që njeriu nuk shprehet gabim, apo nuk tregon pakënaqësi me shprehje apo me vepra, quhet durimtar. Quhet durimtar. Edhe është në rregull. Pra nuk është kusht patjetër durimi të jetë me buzëqeshje. Nuk është kusht patjetër. Nëse edhe buzëqesh, kjo është më e larta, po nuk është e kërkuar kjo gjëja. Buzëqeshja në rastet e sprovave të fatkeqësisë nuk është e kërkuar fetarisht. Nëse njeriu arrin ta përtypi dhe të shfaqet i buzëqeshur, kjo pastaj është nivel i lartë.